Vijojnë operacionet e policisë për goditjen e veprimtarive të palishme që lidhen me dhënien e ndihmës emigrantëve për kalimin e kufive në mënyrë të kundërligjshme. Në këtë kuadër, strukturat e policisë vendore për kufirin dhe migracionin Korçë kanë finalizuar me sukses operacionin policor të koduar Itinerari 2, si rezultati i hetimeve dhe punës intensive operacionale për parandalimin dhe goditjen e këtij aktiviteti kriminal. Gjatë operacionit u arrestuan në flagrant shtetasi MJ, 24 vjeç, banues në Darfur, Sudan, i cili dyshohet se ka ndihmuar kundrejt përfitimit financiar 6 emigrantë për të kaluar ilegalisht kufirin nga Greqia në territorin e Shqipërisë me destinacion përfundimtar një nga vendet e Bashkimit Evropian. Ky shtetas u kap nga shërbimet e policisë kufitare në vendin e quajtur Fusha e Prerë, mbi fshatin Drenov në qarkun e Korçës. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore të Komisariatit Korçë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për veprën penale kalimi palishëm i kufirit shtetëror ndaj shtetasit OC, 30 vjeç, banues në Elbasan, i cili dyshohet se ka kaluar ilegalisht kufirin në drejtim të Greqisë. Policia vijon punën për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari të palishme.